Një reagim i pritshëm ka ardhur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pasi që në Kosovë të martën u hodhën 2 kurthemele për ura mbi lumin Ibër që pritet të lidhin Mitrovicën e Jugut dhe atë të Veriut. Për një televizion në Serbi, Vučić tha se urat u vendosën pa marrë pëlqimin e popullit serb dhe të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, e që kjo do të nënkuptonte eksod përfundimtar. Vajtimet për nisjen e ndërtimit të këtyre urave i kanë marrë edhe shtetet e Kuintit në Prishtinë, nga drejtori i zyrës për Kosovën në Serbi, Petar Petković, i cili ka kërkuar që të ndalojnë këtë veprim të qeverisë së Kosovës. Ambasada e Gjermanisë është ajo që është përgjigjur e para dhe madje është treguar mjaft e ashpër me Serbinë. Këtu gjermanët ja kanë kujtuar Serbisë punët e saj, sidomos mbrojtjen e shëtitjen në liri të Milan Radojčićit, njeriut kryesor për sulmin e Banjskës në veri. Në gjermanisht themi, Erstmal von der Eigen Haus der Kehren. Fshije fillimisht pragun e shtëpisë tënde. I zhvendosur në situatën aktuale, kjo proverb na kujton se duhet të rregullosh shtëpinë tënde para se ta qortosh vazhdimisht Kosovën për vendimet e saj. Mosveprimi në ndjekjen penale të shkelësve të dhunshëm është po aq i keqardhur dhe kundërproduktiv sa çdo masë e pakoordinuar nga Prishtina. Pas këtij njoftimi për media, ambasada e Gjermanisë ishte e vetmja që gjatë ditës i ktheu përgjigje Dugaxhinit se si e shohin nisjen e ndërtimit të 2 urave mbi lumin Ibër. Ne e mbështesim plotësisht thirrjen e Bashkimit Evropian drejtuar qeverisë së Kosovës që të përmbahet nga ndërtimi i 2 kalimeve të reja të lumit Ibër në Mitrovicë, në vend të veprimeve të pakoordinuara dhe potencialisht përshkallëzuese, siç është ndërtimi i 2 urave të reja, duhet të adresohen sfida shumë urgjente. Televizioni ka pyetur edhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, përfshirë zyrën e BE-s e ambasadën e SHBA-s, se si e shohin këtë veprim të qeverisë, por deri në momentin e publikimit të kësaj kronike nuk janë përgjigjur.